U nënshkrua marrëveshja bashkëpunimit në mes të komunës së Gjakovës dhe organizatës HELP. E para komunës Mimoza Kusari Lila tha se ky program do të ndihmojë në përmirësimin e gjendjes socioekonomike, përforcimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, e në veçanti për ndihmën financiare për pajisje të reja për bizneset dhe përmirësimin e sektorit privat. Vlera e fundit me cilën kemi nënshkru është nga organizata është 80.000 euro, përderisa participimi i komunës është 20% e kësaj vlere, apo 16.000 euro. Është ky fond i cili është miratu edhe në asamblejën komunale nga pjesa e subvencioneve të drejtorisë së zhvillimit ekonomik. Me kënaqësimin tëm si kryetare se tash ndihma ose asistenca financiare për bizneset për komunën e Gjakovës nga 90.000 euro sa ishte vitin e kaluar bashkë edhe me organizatën HELP arrin në shumën 170.000 euro. Mbështetje stabilitetit socioekonomik përmes fuqizimit të mikrobizneseve në Kosovë, parandalimi i migracionit dhe stabilizimi. Është projekt i cili fillon këtë vit dhe do të përfundojë në vitin 2017, kështu tha përfaqësuesja e organizatës HELP Shqipe Breznica. Me qenë se prej sot nënshkruhet marrëveshja dhe prej sot jemi në fuqi, prej javës tjetër veç jemi me seancat informuese në komunën e Gjakovës, ku 40 qytetarë nga kjo komunë mund përfitojnë grante në shumë prej 2.000 euro, në formë të pajisjeve jo në para të gatshme. Bashkëfinancimi nga ana e klientëve apo përfituesve po është 15%, ku përpos grantit pajisjes që ata të marrin nga organizata jonë, shkon poshtë edhe trajnimi. Në mes tjerash, Breznica tha se nëpërmjet këtij projekti planifikohet të shpërndahen rreth 455 grante, duke ofruar pajisjen në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo rrisin biznesin e tyre. Ndërsa Kusari Lila shtoi se përveç zhvillimit dhe fuqizimit ekonomik, qëllimi i përgjithshëm është edhe krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për bizneset të vogla.